Gjojmë tani, kemi Monën në linjë, Mona është 43 vjeç, ajo dhe motra e saj nga nëna nuk flasin më. Mona? Përshëndetje. Më thuaj pak për historinë, çfarë ka ndodhur me motra jote është nga nëna apo jo, për ta konfirmuar? Ne jemi motra për nën, sepse për fatkeqësi nënës ime i ka vdekur parë, dhe motra ime e madhe nuk e ka njohur tatin, sepse ajo ka qenë 8 muajshe. Dhe ndodhi që mamaja u martua përsëri me babin tim dhe erdha unë në jetë. Ajo që unë kam parë në familjen tonë është se motra gjithmonë ka qenë e përkëdhelura e familjes, gjithmonë mbahej mirë. Babi trajtonte atë si vajzën e vet, madje ndonjëherë më dukej sikur më mirë trajtonin atë dhe më shumë përkëdhelej ajo se sa unë. Megjithatë kjo është edhe pak çështje këndvështrime, se ndryshe mund ta kem parë unë, ndryshe mund ta ketë parë ajo. Ne si motra kemi pasur një marrëdhënie të koklavitur, vetëm ne të dyja kemi që nuk kemi pasur fëmijë të tjerë, as motra as vëllezër, vetëm ne. Kemi pasur një marrëdhënie pak të koklavitur sepse motra ime, që është diku te 4 vjet e gjysmë më e madhe se unë, ka një tip shumë të vrazhtë në komunikim, në mënyrën se si sillet, ndonjëherë shumë e pakujdesshme. Megjithatë, nuk se kemi pasur ndonjëherë thyerje të mëdha në komunikim apo debate që ne të na bënin të mos flisnim. Problemi i madh ndodhi kur nëna ime u diagnostikua me kancer. Ne të dyja ishim të martuara, unë e martuar në Shqipëri me familjen time, ajo e martuar jashtë. Sigurisht që edhe ajo e përjetoi shumë keq lajmin e nënës, më mori në telefon, ishte shumë e mërzitur, më tha që kishte gjithë mbështetjen, që ajo më ofronte gjithë mbështetjen e saj, edhe morale edhe financiare, që do më gjendej pranë, duke qenë se unë isha personi që edhe do kujdesesha fizikisht për mamën time. Dhe kështu nisi kjo histori deri 3 muaj pas momenti që nëna u diagnostikua me kancer, sepse motra filloi të tërhiqej. Ndoshta këtu mund të ketë ndodhur një keq kuptim, sepse ajo duke qenë se merrte fisi, thoshte ti duhet të vish pranë mamit, të jesh më pranë mamit, e merrnin tezet, e merrnin hallat, zhellarët. Ajo mendonte që njerëzit i fusja unë, gjë që nuk ka ndodhur kurrë. Dhe pati një lloj distancimi. Që i shtyje ti të flisin me të? Po, sikur unë i shtyja dhe sikur unë kisha pak kënaqësi ndaj motrës që ajo nuk ishte fizikisht. Gjë që unë në fakt nuk e kam bërë kurrë. Kur ndodhi tërmeti i madh në nëntor të vitit 2019, mami ishte diagnostikuar me kancer e smur dhe në atë periudhë i kërkoi motrës që të vinte të takonte. Ndoshta edhe parandjenja e saj, frikrat e saj se sot mund ta shikonte më, nuk e di. Dhe motra nuk erdhi, sepse tha që më tha mua që unë kam punë dhe unë i thash okay, nëse nuk mundesh, në rregull. Më fal motra, ku jetonte edhe një herë në këtë periudhë? Motra jeton jashtë. Okej, jashtë. Nuk pëtem shtetin. Okej, nuk ka problem. Megjithatë, edhe këtu pastaj erdhi kjo pjesa e ngarkesës së fisit, sepse njerëzit e gjukonin atë që sepse u mor vesh që mami e kërkoi edhe ajo nuk erdhi, pavarësisht se ajo kishte punë, kështu tha. Unë nuk kam ndërhyrë asnjëherë në këtë pjesë. Ajo mendoj që edhe në këtë situatë unë mund të kem pasur ndërhyrjet e mia, mund të kem futur hundë, por që në fakt unë kisha një tjetër lloj ngarkese. Mamaja ishte smur, unë më duhej të isha pranë saj në terapitë që bënte, gjendja e saj po përkeqësohej. Piku i thyrjes së marrëdhënies sonë ka qenë në fillimin e dhjetorit, do të thënë kaloi periudha e tërmetit, motra nuk erdhi, dhe erdhi periudha e festave. Ne me motrën të dëgjoheshim çdo ditë në telefon, kishim atë rutinën tonë. Si kalove, si kështu flisnin domethënë, flisnin për ditë. Po, flisnin. Kishim një marrëdhënie të përditshme, ajo më pyeste për nënën. Atë ditë unë nxora në shesh vajzën për të parë zbukurimet dhe bashkë me bashkëshortin. Dhe atë ditë unë humba dhe nuk e telefonova motrën, pra nuk e bëra rutinën time. E telefonoj të nesërme, nuk më hapi telefoni, nuk më përgjigj. Më shpërgjigjur mbas 2 ditësh me një lumë të sharash, ofendimesh, të papara që unë nuk i kisha dëgjuar nga goja e saj. Ajo është pak e egër në të folur, por ofendime të tilla, domethënë të dëgjuara nga goja e saj, mua nuk më kishte ndodhur ndonjëherë. Dhe aty u rebelova dhe i thash stop. Vërtet jam motra e madhe, unë të kam respektuar, por unë nuk ta toleroj më.
Dhe nga kjo ditë ti nuk ke më komunikim me mua, as me mua dhe as me mamin, nuk ke më punë të shqetësosh. Dhe kështu ndodhi, ajo nuk foli me mamin, mbas 2 muaj kujtohet të më pyet si është mami. Por ndodhi që në atë periudhë, pak ditë më vonë, mami ndërroi jetë. Ishte periudha e pandemisë, motra nuk erdhi në varrimin e mamës sepse ka qenë edhe kjo pjesa e lëvizjeve të kufizuara. Dhe ky ka qenë komunikimi i fundit me motrën time, ka qenë fillimi dhjetorit të vitit 2019, ajo telefonat që theu gjithë marrëdhënien tonë dhe që unë vendosa të mbaj një qëndrim ndaj saj. Ndonjëherë më vjen keq kur e mendoj se në fund të ditës ne motra jemi, por ndonjëherë them është më mirë kështu sepse sido që të jetë ajo krijon të situata të tilla që gjithmonë e koklaviste marrëdhënien. Dua të tregoj vetëm një fakt për sa i takon babit. Babi gjithmonë, edhe në situata në familje, për mos ta bërë të ndihej keq, mbante anën e saj. Edhe në debatet të familjes. Këtë herë, kur ndodhi telefonata që ajo më fyeu, më shau, më ofendoi, dhe që unë nuk e kuptova pse, sepse ishte thjesht një ditë që ne nuk komunikuam, pra që unë nuk e bëra atë rutinën time detyrën prej motrës. Dhe në këtë rast babi ka mbajtur anën time. Dhe kjo është edhe gjëja që ato e ka vrarë që si thua në një lloj kuptimi ajo humbi dhe babin, humbi dhe dashurinë e babit. Mami juaj vdiq, Mami jo ndroi jetë në fillim të vitit 2021, ishte koha e pandemisë. Pa parë motrën, pa folur me motrën. Ajo nuk erdhi dot nga izolimi. Ajo nuk erdhi dot as në varrimin e motrës për ta përcjellë nënën. Këtu nuk e fajsoj dot sepse nuk do kishte mundur, edhe nëse do kishte dashur. Dhe folën më edhe mbas vdekjes folët apo jo, s'folët më kurrë? Jo, ne nuk kemi folur më kurrë. Tentativa e saj e fundit ka qenë 2 muaj pasi patëm atë telefonatën ku ajo më lëshoi një lumë të sharësh, pra bëri një tentativë mbas 2 muajsh për të më pyetur se si është mamaja, por nuk reagova dhe më shkroi vetëm kaq, të lutem mamin mos e përfshin në këtë histori, lëre mamin jashtë. Por ndodhi edhe një gjë. Që sëmundja mamit i preku edhe trup. Mami nuk ishte e vetëdijshme, pra mami nuk kishte më kujtesë, nuk kishte më memorie, nuk kishte më emocione. Pra, në hera e fundit që mami ka qenë e vetëdijshme dhe ka kërkuar motrën ka qenë nëntori 2019-s. Unë një gjë nuk kuptoj në gjithë histori, pse? Çfarë ka ndodhur? Nëse është përgëdhelur, nëse jeni të dyja nga njëjti bark. Pra, nuk është se është Njerka, është mamaja. Pse nuk flet? Në fakt, pse do doja ta dija dhe unë ta kuptoj edhe unë brenda saj thellë se çfarë ajo ka dhe se çfarë ajo mbar, sepse e thash në fillim. Ndoshta të dyja kemi pasur një qasje të ndryshme për mënyrën se si trajtoheshim në shtëpi. Pra unë kam parë gjithmonë ato të përkëdhelurën, ato të preferuar në familjes, edhe nga babi, sepse babi gjithmonë e ka konsideruar atë se vajzën e tij. Por varet se çfarë perceptimi ka pasur ajo, sepse ajo gjithmonë ka ditur që është vajzë e një tjetër babai, edhe gjithmonë ka ditur historinë, se si ajo ishte pjesë e familjes, që ne ishim motra për nën. Dhe unë asnjëherë nuk e di se si kjo gjë është fabrikuar brenda saj dhe se si ajo ka perceptuar veten. Nuk e di nëse ajo ka pasur ndjenja boshllëku të dashurie të pamarra në familje, apo ka pasur ndjenja inferioriteti, apo që ne nuk ndanim dhe të njëjtin baba. Unë këtë nuk di ta shpjegoj. Di vetëm që ajo ka qenë karakter i vështirë dhe ne si motra nuk kemi qenë maksimumi i lidhjes së motrave që mund të jetë. Po, dakor najteje, po ndaj mamit e kuptoj Covidin, po pjesën para Covidit, kur ajo ishte e smur dhe kjo nuk e shite dhe gjykon të fis, s'është e mamaja vet. Po në fillim ajo e përjetoi sëmundjen diagnozën e mamit. E përjetoi sa që do ishte aty për mua, për të më ndihmuar mua me çfarë kisha nevojë për të shërbyer mamit. Por e vërteta është që ajo nuk erdhi dhe nuk e di pse ajo u distancua, nëse kanë qenë vërtet fjalët që e kanë rënduar, nuk e di nëse është kjo një arsye kaq e rëndë sa për të ndarë nënën për të ndarë vajzën nga nëna e saj, që në fund të ditës ajo është e diagnostikuar me kancer dhe mund të mos e shihte më, dhe që ndodhi që ajo kurrë nuk e pa më nënën as të sëmur edhe as në momente që ne e përsollëm për në panesën e fundit. Mund të jetë edhe një lloj reagimi ndaj situatave të dhimbshme?
ku ka persona që përfshihen shumë edhe përkujdesen shumë ndaj një të smuri, dhe ka persona të tjerë që jo se nuk ju dhimbset situata, por distancohen dhe kanë mënyrën e tyre të reagimit të përballimit të situatës vështirë. Pikërisht distancën. Dhe në rastin me Monën edhe motrën, reagimin e saj, mund të ketë qenë e tillë. Sepse ajo thot nuk e ka parë as gjatë kohës që ishte sëmur. Jo vetëm kur humbi jetën dhe ishte për shkak të kushteve të asaj kohe që nuk mundeshi. Mund të jetë dhe kjo një mënyrë se si ajo e ka zgjedhur, ose jo e zgjedh me vetdije, por ndonjëherë ashtu veprojnë emocionet njerëzore që ti thjesht distancohesh, por kujdesesh dhe dhimbja qëndron me atë person. Më pas marrëdhënia e tyre pa sëmundjen e nënës, se si ka shkuar, çfarë dinamikash kanë qenë, nëse kanë qenë të afërt, të mjaftueshëm, janë ndjer motra, ose historia e tyre rritje si i ka bërë dhe bashk, që ta bëj këtë pjesën e distancës shumë të dhimbshme, këto gjëra duhet na thot pak Mona. Në fakt, ajo që unë perceptoj është që dhimbjet janë ato që i forcojnë marrëdhënies, sidomos brenda familjes, ajo ndjenja e të bërit bashk, e të gjendurit, thjesht edhe ndjesia morale që ti këtë moment të vështirë nuk po e kalon vetëm. Dhe unë e ndjeja me motrën këtë gjë, kur flisnim, kur ajo më pyeste se si po shkonin terapitë e nënës. Por më pas edhe unë nuk arrita dot ta kuptoj dhe t'i jap një justifikim pse ajo u tërhoq, edhe pati një lloj shkëputje. Shkëputje nga familja. Përpara si ishte pjesa juaj? Para sëmundjes. Nuk kam parë që nëna të na diferenconte. Asnjëherë. Jo, ti si u ndjeje me to? Ne ishim të afërta, patjetër, ishim në shtëpi, ndanim atë përditshmërinë tonë, po ndonjëherë ndjesha keq sepse ajo nuk ishte shumë e afërt me mua, edhe shpeshherë ishte e vrazhd, ishte kritike, ishte shumë e pakujdesshme me fjalët. Dhe sigurisht që në fëmijëri kanë ekzistuar edhe grindje të vogla mes motrash, por që ka vazhduar jeta, mami ka qenë aty, babi kanë qenë aty për të na mbështetur, por ka qenë natyre vështirë, kritike. Jo, nuk e kam ndjerë ndonjëherë atë ndjenjen e motrës të madhe që të merr me vete, që të mëson, që kujdeset. Tani këtu ka dhe diçka se një sjellje as pak për adulteje, fakti që nëse është historia ashtu siç e tregon Mona, se ndonjëherë njerëzit kanë perceptime të ndryshme, siç edhe vetë për një ngjarje, por që nuk ja ka ngritur telefonin vetëm atë ditë, është pak e tepërt që ajo të mos i flas. Kjo më duket pak e çuditshme, ose por ajo ndoshta ose mund të jetë që e ka pas dashur të thojë diçka, është lënë diku biseda e donte të thoshte diçka dhe kjo nuk ja ngriti atë ditë. Pra ishte diçka që e kishte premtuar, domethënë se ka dhe një shumë ilhatër shpejtë. Kishte filluar të grumbulloj diçka midis nesh, siç e shpjegova edhe më herët, që asaj shkonin fjalë për fisin që pse nuk vjen dhe kjo perceptonte se unë shpreja pak kënaqësinë ndaj motrës që nuk po tregoje afërt. Pra, po nga që ndodhi me një herë, sepse ju flisi çdo ditë. Një ditë që se ngriti ajo mos fliste fare, ishte pak e çuditshme. Kishim ato bisedat normale, nuk po të them atë aksioni më madh, nuk po të them që ishim motra shoqe, po kishim atë raportimin tonë. Isha në punë, më dhe mbi koka, mora mamin, i bleva ilaçet, hëngri mami, s'hëngri mami. Pra kjo ishte një komunikim i tillë që ishte çdo ditë. Një ditë unë hutova, i dash prioritet vajzës. Jo, e kuptoj dhe është normale se tashi, por nuk më duket normale që të mos flisni se nuk e ngritej një ditë telefonin, që është pak e çuditshme dhe e dyta, pse nuk i folet i motrës kur ajo pastaj tentoi të krijonte komunikime ty mbas 2 muajsh? Në fakt kam edhe unë pengjet e mia, sepse tani që mami nuk është më, edhe ndodhi që mami i pa e takuar motrën, pa shkak se mami nuk ishte më e vetëdijshme. Ndihem keq për faktin që në grindjen time me motrën përfsheva dhe mamin dhe nuk e lejova motrën të depërtoj deri tek mami. Dhe sot që mami nuk është më, ndjej që mami ishte ai fili yni fort që ne na mbante të lidhura. Që vërtet e ndjenin veten motra, prej mishit dhe prej gjaku. Sot që nuk është mami, ndjej që ne
na ka humbur vërtet ai filli që na lidhte dhe patjetër që edhe unë marr përgjegjësitë e mia, patjetër që edhe unë kam pjesën time të fajit, por në atë periudhë kur unë ndodhesha kisha edhe unë ngarkesat e mia, pra një prind që nuk ka fëmijë tjetër, motër vëlla tjetër këtu pranë, por më ka vetëm mua, e ndarë mes punës. Më do të them që unë bëj 2 punë, para ditën pas dita. Punoj në call center dhe në një kompani tjetër, pra vajza nga ana tjetër, mami, pra kam qenë në një periudhë jashtëzakonisht shumë e ngarkuar mendërisht. Dhe po, tani e mbaj përgjegjësinë. Nëna juaj ju trajtonte njësoj se thej që babai trajtonte shumë mirë sepse ishte njerku, edhe jepte ndonjëherë më shumë dashuri se ty. Po mamaja a ju diferenconte apo jo? Unë nuk e kam ndjerë kur veten të diferencuar. Nëse nuk mungonte vëmendja për të dyja nga babi, nga mami, jo. Asnjëherë. Asnjëherë, madje mami ishte ajo që na ndërhynte në grindjet tona. Që nuk në lejonte që ne të ziheshim. Unë këtu shoh një problem në marrëdhënien e të dyjave më shumë se sa. Njërë së pari duhet të themi që Mona ka qëndruar me mamin për shumë kohë, ka pas dhe përgjegjësinë e fëmijës, familjes së saj, punëve, 2 punë, thot. Bara e atij që kujdeset direkt është më e madhe se atij që është në distancë. Dhe kjo duhet të ketë një ndjeshmëri pak më të madhe. Për shembull, në këtë rast ne mund ta gjykojmë duke me konsideruar që se historia është e tillë, që nuk mundemi të na ngel peng vetëm sepse ne nuk ngrim telefonin në moment kur dikush nuk përgjigjet, në këtë rast Mona. Mes shumë përgjegjësive nuk është ngritur njëherë telefoni. Dhe reagimi i saj mund të jetë, se po hipotezojmë për atë, por mund të jetë i tillë që ka mjaftuar një gjë që ta shkatërroj gjithë marrëdhënien. Sigur ka kërkuar një shkak për ta hequr. Më thënë historia ngelet pak në këto ujëra, paqartësia. Diçka ka filluar të zjej prej shumë kohësh. Për shumë kohësh dhe e tha Mona këtë që kishin tensione të akumuluar me njëra tjetrën. A mund të ndjedhe fajtore ajo për faktin që si shtafu nënës edhe? E mendoj, e kam menduar këtë gjë. E kam menduar edhe ndoshta fakti që mami me dëshirën e saj ose pa dëshirën e saj nuk ka arritur dot të jetë pranë, mund ta ketë bërë të ketë ndjenja faji dhe ndoshta ajo nuk gjen mënyrën e duhur si ta shpreh mërzitjen e saj, zemërimin e saj, se sëmundja e mamit patjetër i ka dhënë për edhe asaj, i ke po ashtu. Dhe ndoshta kjo është forma se si ajo ndoshta shpreh inatin, rebelimin, por që se i bëri dhe vetë Mona një analizë situatës që fakti që Mona ishte më e privilegjuar se kishte të 2 prindrit, sa ajo në fund të ditës të paktën me sa kemi parë neve, kemi folur me fëmijët adoptuar që mas 50 vjetëve kërkojnë kush është babai dhe nëna, aty është një lloj boshliku ose një kurioziteti ose një pikpyetje e madhe për babain që i ka vdekur, ose po sikur, ka një sikur që kjo nuk e ka të sikurin. Dhe mendoj që mund të ketë fakti që janë të ftohta, mund të ketë filluar edhe nga fëmijëria. Ne i themi njëra tjetrës motra kur bëjmë nerva, të kanë gjetur te koshiplerave, jo ti si e jona. Mund të jetë nga thime të tilla, mund të jetë nga fisës se këtu s'kan tak fare. Këtu me taktin e kanë 0. Këtu edhe kur të t'japin thot dashuri, thot si të do ky si kur ta kishte baba. Pra ose flasim me zë të lartë dëgjohen. Këtë po mendoj dhe unë që mund të jenë karakteristika të personit vet, i cili duke treguar me sjelljen distante, tregon dhe një mënyrë se si shprehet emocionalisht, si natyra ajo tashmë. Po, shpreh me zemërim, me inat, ose kërkon të kuptohet, por jo të kuptoj. Edhe këto distancojnë, se normalisht nga ana tjetër është dhe njëri që po mban shumë. Dhe ti diku atje vetëm duke përqendruar te mënyra se si ndihesh ti. E thamë që në fillim, kur mungon kuptimi, ka thënë një shprehje shumë bukur Dostojevski. Sfida më e madhe nuk është të duam, por është të kuptojmë. Kuptojmë në të vërtet personin tjetër. Pra sepse për të dashur, më të duam shumë të shprehim, por sa kuptojmë, sepse kuptimi i mban ajo që e zgjat pjesën e marrëdhënies. Kështu që në këtë rast mund të lidhet direkt kjo shprehje me to që mungon kuptimi. I get you është anglisht. So I love you, but I get you, që është më e thellë. Është shumë e thellë. Mona ti desa more e vuan këtë gjë apo jo? Por mua ajo është motra ime. Unë s'kam as motër tjetër, as vëlla tjetër. E ndjej shumë mungesën e saj, motra është motër. Dhe do doja shumë që të komunikoja, dhe nëse ne do kishim nisur të komunikonim, ndoshta diçka do ishte sqaruar dhe do ishte kuptuar.
Pse nuk e merr në telefon? Pse si bën një telefon? Sepse duke njohur se sa natyrë e komplikuar është ajo, dhe sa e vrazhd është ajo në komunikim, kam frikë që ajo nuk do i qasë bisedës Ky është në të njëjtën mënyrë që do e bëj unë. Ndoshta. E di që mu ta acaroj tjetër motrën përveç faktit që kanë të dyja në të njëjtin shati, po ndryshe jetët, mund ta acaroj dhe fakti që kjo është kështu. Domethënë që kjo është ajo që i vjen keq, ajo që ishte, ndoshta kishte fatin të ishte ndoshta afër nënës, mund të jetë kjo më realizuar ose ndoshta me familje. Janë ca gjëra që Edhe nëse familja ti evidenton këto, fisi në këtë rast, atëherë edhe fisi e pra që largojnë më i shumë. ka të tërë kjo, pra kjo është ajo motra që se gjithmonë bëj referencat e filmave, se filma vi nga jeta kur thonë, domethënë, po ti patjetër, ti ajo ëngjëlli, ti ëngjëlli i shtëpisë, ti më i mirë i shtëpisë. Edhe mënyra se si flet kjo është, nuk e di se ç'u ndodh, se kuptoj. Ndoshta kështu. Realisht Mona duhet edhe ti duhet ta kuptosh i çik, se ke bërë analizën. Ndoshta kështu mund tani që po e thua mund të jem perceptuar në periudhën që mami ishte i smur dhe unë i shërbeja sepse të gjithë ma qanin hallin që më kishte rënë barra mua, që motra ma kishte lënë që të barrën mua vetëm. Pra shihesha unë si ai heroi gjithë situatës. Po shihesh edhe ndoshta ti e shijoje këtë gjën. Sorry që ta them. Tani të kesh një mama të smur. E kuptoj, po 24 orë nuk je duke. Dhe më besoj që ka kaq shumë strapacim sa vetëm mungesa e orëve të gjumit, domethënë të heq komplet aftësinë për të menduar edhe ndonjëherë. Shko ta thash e kuptoj se nuk dua që të dal kështu si sulmuese njerëzve që kujdeset se do ishte absurde dhe tmerrshme. Por që ka njeriu dhe do të shpërblehet për atë gjë, do të vlerësohet për çdo lloj veprimi tim, mendoj unë, paktën aq sa kam kuptuar edhe nga Jona. Dhe ti në pozicionin që ke qenë, pavarësisht se duke bërë një të mirë, po e mira dhe të acaron, kupton, pozicioni, mbrojtja, ai që ke pasur dhe mund dhe mënyra se si shprehesh tash që ti s'po kupton se çfarë ka ndodhur, futesh vetëm në analizën e preardhjes, do të thënë e historisë së fëmijërisë së saj nga ka ardhur. Aq analizë mund të bësh. Këtë pjesën tjetër pastaj mund të kesh edhe ti pak faj që pse se kupton. Mendoj unë. Që po e ndihmon Monu në këtë rast, ta kuptoj pak motrën, ndoshta ajo po pret pikërisht reagimin tjetër të Monës, që ajo ta telefonoj dhe ajo po, Mona ta telefonoj. Po Mona sepse Mona është zonja e shtëpisë. Ajo ka marrë përgjegjësitë dhe edhe pse është motra vogël me këtë rast, është motra e privilegjuar me të gjitha, edhe në subkonsciencë është motra e privilegjuar, që prandaj tash Mona merre, nëse s'do të prish marrëdhënie merre. Mos e paragjyko shumë situatën kaq. Ka vetëm dy gjëra që unë besoj që ajo ndoshta nuk ma fal dhe zot ma fal kur, faktin që grindja mes nesh kaloi deri tek mami që unë asaj i bura një muj për të komunikuar me mamin. Po thuaj këtë motër se juve i nxirni. Po e thash. Po ka kontroll mamin kjo. Po mami nuk është vetëm e jotja. Po si është normale kjo. E thash në fillim që nga soti nuk kemë punë as me mua, as me mamin. Dhe ajo më shkoi mbas dhe muash më pyeti si është mami dhe më tha, të lutem lëre mamin jashtë kësaj historie. Por unë nuk i shkrova. Jona, çka ka bërë kjo këtu, se ti e shpjegon më mirë. Ka veshur rolin në kujdestarës, si fëmijë i madh. Që është një rol i cili vjen nga fëmijëria dhe nuk e heq dot. Po pa nuk mund të ndërhyjë në marrëdhënien e mamit vet. Pikërisht kujdestaria krijon një zonë kontrolli, domethënë që ti ndihesh në kontroll të situatës dhe çdo gjë që ti kujdesesh, mendon se është e jotja dhe distancon personin tjetër. Mund të jetë edhe Mona, tani që po e kuptojmë pak, ajo që e ka distancuar ato se është ndier ajo, e ka perceptuar dhe ajo, jo gjithë përgjegjësinë për t'ia kaluar Monës, por mundet që edhe të jetë duke mos e patur rolin e kujdestares ajo, atëherë ka formuar një tjetër qasje edhe në karakter, po edhe në sjellje ndaj situatës. Keni të drejtë. Vetëm se ndonjëherë mendoj që pavarësisht asaj që ka ndodhur e çfarë ka ndodhur, ne kemi një jetë të tërbashkë, sot jemi 40 ajo afër të 50 dhe unë 43. Them ajo si motër e madhe, nëse nuk e ndjen mungesën time, pse unë do ta ndjej mungesën e saj dhe kjo më bën të shkoj të fokusohem tek familja ime. Por sa luhatem me saj, luhatem edhe me pak tjetër që
Motra Je është pjekur motra. për të bërë këtë pyetje, pse unë s'do ta ndjej, secili ka ndjesitë e veta. Nëse ti përderisa ke folur sot në telefon dhe ke marr, unë besoj që çdo njeri që merr këtu, pavarësisht çdo gjëje, ose do marri për të thënë që shiko çfarë kalova dhe si ja dola dhe ka pas histori që ja ka ndalë, ose nuk është në paqe. Pra ti nuk flen në dyshek të mirë për momentin, ose mund ta kesh dyshekun po si në paqe. Pse duhet ti të presësh, bë tënden, ti gje paqen tënde dhe paqja gjendet duke marrë vesh ka o je po një jo, është shumë e thjeshtë. O po jo. Po poja të krijon një marrëdhënie takon se marrëdhënia mund të ndryshojë, për të paktën është paqe se gjithmonë ai gjaku jot më që pse? Se unë nuk e shoh si një histori tmerrsisht dramatike apo t'jem bërë si historia e parë ishte më e rëndë, ajo komplet duke ofenduar, duke tallë motrën, domethënë ishte një histori çik më e pisët në atë. Kurse kjo është një histori që ka ndodhur përçarje, sidomos në kujdestarët, e kemi diskutuar tek emigrantët të gjën, ka ndodhur problematika të tilla. Por që pse mos rregullohet, domethënë, jeta është e shkurtër shpirt. Fol, në një moment fëmijëve tu mund t'i duhet tezja e tyre, në një moment fëmijëve të asaj të duhet tezja ose niprit me njëri tjetrin. Është pse mos pse t'jemi vetëm në këtë botë, të lundrojmë vetëm kështu. Si thot Pink Floyd, dy peshë vetëm. Ne nuk duhet jemi përgjegjëse si dy motra të rritura të mohojnë fëmijëve tanë të drejtën për të frekuentuar me njëri tjetrin, për të njohur gjakun e tyre, për të pasur dhe ata dhe për të zhvilluar marrëdhëniet. Po ke të drejtë, po më bën të reflektoj gjithë. Shiko, Jona, gjithsesi unë pasi thash të, unë mendoj sa vetë aq nuk flasin, ndoshta edhe nuk flasin sepse jo vetëm nga se janë ndarë për arsye ndryshme, tokat, pronat, trashëgimia është një gjë e madhe këtu në Shqipëri. Vëllezër që s'flasin pastaj. Po, vëllezër që flasin. Po fakti që se ngrej asnjëri telefonin, është ndoshta ndonjëri se gjithmonë janë dy temperamente shumë të ndryshme brenda. Ai që do ta ngrej, i pari ose do ta marrë në telefon, ndoshta ka dhe frikë se nëse do diçka do të ofendohet për jetë, pra do të rinë atë paqartësinë e vet, se ndoshta mund të bëhet edhe më e errët se sa. Po shiko, kemi edhe një tjetër, do thoya sulmues këtu në këtë rast, që është koha, që distancon akoma më shumë, dhe i ftoj gjërat akoma më tepër. Sa ti fillon dhe humb interesin pastaj për të lidhur. Prandaj nuk është vetëm çështja që ngel nga njëra anë nxehtë, për nga ana e monës shikohet interesi, ne nuk e dim, besoj mund të jetë nga ana tjetër, por një rutinë e ndar prej kohësh fillon dhe ti të mësohesh me mospraninë e një familjari sa me shikon këto. E njeriu mësohet me gjithçka, mua gjithmonë më duket e çuditshme se si mësohesh ti pa. Po nëse ka inat, pa motrat edhe vëllezërit, ka prap shans për të rregulluar. Nëse s'ka asgjë, nuk ka asnjë lloj emocioni, aty pastaj ka vdekur plotësisht. Kështu që edhe një zemrim i shfaqur nga ana tjetër mund të jetë një sinjal pozitiv. Mona mos harrosh, ose jo ose po, ti bë reflektimin tënd, e fillove reflektimin këtu, ne të ndërmjetësuam, pra bëm edhe një gjë tjetër sot, bëm një hap tjetër, por bër reflektimin tënd edhe në qoftë se nuk e ke, se si thash, nuk e ke gjetur paqen edhe ke pikpyetjet e tua, pse mos të gjesh përgjigje? E drejtë. Falenderoj. Faleminderit juve. Sipas studimeve, kemi nxjerrë të gjërat. Universiteti Cambridge, konfliktet mes motrave thotë janë më të thella emocionalisht se mes vëllezërve, sepse femrat kërkojnë më shumë validim emocionale. Dhe janë 3 arsye për prishjen e marrëdhënieve: rivaliteti për dashurinë e prindërve, dallimet e stilit të jetës dhe pritshmëritë morale. Ka tjetër arsye? Më merr në mendje fakti që në familjet shqiptare, se kam një rast që po më kujton këtë, ku vëllezërit janë zënë, në këtë rast kemi vëllezër, janë zënë edhe nëna që mbron të madhin, thotë ai ka të drejtë, i vogli që mban të gjithë përgjegjësitë, edhe rënditja domethënë e fëmijëve pas ka rëndësi. Paktën këtu në kontekstin këton, do ne kanë vënë re këtë gjë. Që edhe rënditja, pra i madhi ka gjithmonë të drejtë. Po pse i vogli jo? Këto diferencimet, prandaj thash dhe në fillim, domethënë, paktën gjërat absurde nonsens në familjen time nuk kanë ekzistuar. Debate, sherrë, përplasje karakteresh, gjithë jetën time me motrën. Po këto nonsensi ose ndërhyrjet e prindërve të mi, mami mund të ketë thënë ndonjëherë për shiko se është pa qef ajo tani ose po lodhet goca madhe. Po, domethënë që sa ishte një ditë po lodhe ajo, të nesër po lodhesha unë, ishte e njëjta gjë situata. Ajo thjesht ashtu e ndihte atë moment, ashtu e thoshte. Po është një vlerësim shumë i madh, domethënë të shikosh gjithmonë veten si ti, okay, mi vogli edhe është mi madhi ai që duhet ta dëgjoj, edhe i madhi më i madhi, më i suksesshëm, ai që është me shkollë të lartë.
në i vetmin në i familje që nuk kanë arritur tjerë më i realizuar, ai më me lek. Po nuk është çështja këtu, është i madhi pastaj fillon dhe merr atë rolin e superiorit ndaj atyre dhe e shfrytëzon atë gjë. Patjetër që e shfrytëzon ndaj. Prishje ndodhi gjatë tranzicioneve jetësore, thot kryesisht martesë, sëmundje, trashëgimi. Po, unë di histori gjatë martesës, martesi ishte lidhja e parë, historia në sëmundje thot dhe në trashëgimi. Ndërkohë në lidhje me trashëgimin edhe me marrëdhënien e babait, kisha dhe një histori të fundit e cila është në letër, sepse vajza nuk e thoshte dot historinë, kishte shumë të vështirë ta thoshte. Janë vështira historitë e motrave, me të cilën do ta mbyllim dhe për sonte. Sot kemi një program më të shkurtër. Unë kam një histori me motrë thot, po s'doja ta tregoja vetë në publik. Ishim 2 motra dhe një vëlla. Vllai na ndroi jetë në moshën 20 vjeçare. Unë isha 12 vjeç dhe motra ime 16. Mami mu smur shumë nga idhërimi thot dhe ndroi jetë. Ngeli babi vetëm sepse ne të dyja ishim martuar. Sot jam 48 vjeç dhe para 5 muajve mora vesh që babai ka dhuruar mbesën shtëpinë e tij, tonën. Ndërkohë, unë ndihmoja babin pa ashtu si motra çdo muaj. E marr një ditë në telefon dhe i them, hajde, ja rregullojmë shtëpinë babit, i paguajmë trekën merr motrën kjo. Çdo ditë nga një restorant, punsojmë një grua për të pastruar shtëpinë, thot çdo javë dhe shpenzimet i ndajmë mes. Aty thot motra që s'bëjmë dot rregullimin në shtëpi thot sepse babi ja ka falur mbesës vajzës së saj, pra shtëpinë. Po pse i them unë kur, thot ka 3 vite, si se ke marrë vesh ti? Unë tha u shokova, thash si mund të dhuroj babi shtëpinë besës së vet, se kjo është pjesë e shtëpisë. Më vonë mora vesh që motra ime kishte ardhur në Shqipëri, jetonte jashtë, kishte hequr dorë nga pasuria e shtëpisë me një firmë. Tash këtë se kuptova mirë. Ja kishte hedhur babait gjithë shtëpinë. Okej, se ndahet në 4 pjesë shtëpia. Pra kjo ka hequr dorë e ka lënë babit shtëpinë, me qëllim që pastaj t'ia dhuronte mbesës. Unë sfiguroja fare, thot, më kam shirë nga trungu familjar. Këtë nuk e kuptova se si mund të mos figurosh fare, se figuron, nuk e di si është hequr. I bëra një SMS motrës dhe nga ajo ditë nuk kam folur më. Unë jetoj në Shqipëri, ajo jashtë. Thot kam biznese, kam bler dhe 2 shtëpi, kam nevojën asaj shtëpisë për mënyrën se si ma bën, si ja fal as motrës as babait. Është mënyra se si është bërë. Po. Të prek shumë kjo. Që ai bën këtë zgjedhje. Është rasti, domethënë mënyra sepse të veprosh në fshehtësi, të heqësh nga certifikata familjare një person pa e marrë vesh, pikë së pari, apo të veprojë 3 vite dhe të thuhet si pa të keq, pse se ke marrë vesh ti, domethënë dhe këto shprehjet goditse, mendoj se ka të drejtë në përjetimin që ka. Nuk është gjëja materiale ajo që e vret, por është mënyra se si ka ndodhur. Pse ndonjëherë prindërit bëjnë këtë? Dhe ka shumë histori prona që prindërit bëjnë këtë. Siç e the ti, merr rëndësi ose merr ai që rrin në shtëpi. Ca janë traditë që janë kështu të disa po, por mund të lidhet edhe me faktin që kur ndahet diçka dhe kur është pasurore sepse njerëzit e gjykojnë shumë, por kemi kuptuar që një pronë ka rëndësi edhe emocionale, siç e prekëm një herë para disa kohësh, por është edhe pak një vlerësim për kohën që ti i ke dhënë atë shtëpi, kontributin, njoh dhe shumë fëmijë për adult të rritur, cilët që tregonin se si kanë dhënë një kontribut shumë të madh në familje dhe kanë përfunduar pa marrë asgjë. Pra është një shpërblim për atë që ti ke dhënë. Dhe një prind që nuk e vlerëson këtë, mendoj se ose nuk e arrit ta perceptoj që dhe fëmia mund të preket ose mund të jetë ka përshtypjen e shpesh ndodh që nuk e perceptojnë fare. Ose ndoshta kjo se nuk e kuptova nëse ka fëmijë apo jo. O Elona, kishte fëmijë kjo historia apo kishte? Po çfarë kishte mbesa asaj motrës vet më shumë? Ndoshta ishte motra më e lezetshme, i bënte muhabet, se di. Ai çfarë kuptoi nga personazhi? Ka pasur një histori manipulimi nga ana e motrës. Duke qenë se motra që nuk ka gëzuar pasuri, kishte mirë materialin nga martesa. Pra këtu kuptojmë që prindi lidhet edhe me interesin ndonjëherë. Po, kjo tha vetë që kanë biznese kështu edhe ai thotë ja ka lënë, ka manipuluar që ato i kanë shtëpitë e tyre, kanë prona dhe thotë po ja lë mbesës. Ndoshta edhe mesës i ka hyrë në zemër mbesa. Janë këto budalliqet që duket sikur janë kështu, hajde se ja shikon rregullove, se shkove te burri ti u rregullove ose ke lekë dhe është tamam ajo, është çështja e vlerësimit, që ti pastaj bëj çfarë të duash më dhe mund ta dhuroj, mund ta mbaj. Po të ndihet përkatësi, vërtet të vjen keq për këtë. Dhe unë di raste që edhe kur ndodh kjo, prindërit mbajnë një qendrim ndaj fëmijës që kërkon. Pse? Pse kërkon? Nuk duhet kërkosh, ti je fajtor.
ç'të duhet ty, do me thënë çfarë bëjmë ne me pronën tonë. Ka reagime shumë, do me thënë që distancojnë akoma më tepër dhe unë sepse i kam raste dhe i shikoj se sa e vuajnë këtë pjesë. Dhe thonë që nuk është prona, dhe vërtet më thonë nuk është prona që më intereson, por është mënyra se si ka ndodhur kjo, dhe pse më distancojnë në këtë lloj forme. Unë nuk kam nevojë. Dhe prapa janë ato të parë që shkojnë për ta zgjidhur marrëdhënien. Unë kam një pyetje, përpara se ta mbyllim sot me historinë e motrave. Do kemi një ditë histori vëllezrish. Mund të jetë dhe shëndetshme që mos flasësh me motrën? Kur është e shëndetshme mos flasësh fare? Disa elemente fillojnë nga mënyra se si ne ndihemi. Do të thënë, është paktën gjë e parë që mund të vijë të re. Nëse ti në kontakt me motrën ndihesh gjithmonë faj, ndihesh gjithmonë person i lik, i negativ, të bën të kesh disa sjellje që të shkojnë përtej vetes, pra sa herë që je në kontakt të nxisin, të stimulojnë të bësh këto reagime, janë për të marrë parasysh që nga ana tjetër nuk kemi një qasje që mund ta ndërtojmë marrëdhënien me njërës të ta mbaj, siç e tham, me kuptim. Kështu që në këto raste absolutisht distancimi ndonjëherë i zgjidh gjërat edhe në heshtje. Derisa fillon koha pastaj dhe i fto plotësisht. Por patjetër edhe unë jam shumë pro familjes, ndërtimit, por kur marrëdhënia nuk shkon ose kur ndonjëherë familja bëhet dhe armiku yt, të mban poshtë dhe ti po nuk lëvize nga aty, e ke të pamundur të shkëlqesh në gjërat që ti ke dhurat ose mund ta aftësosh veten. Ka parë shumë njerëz të cilët jashtë familjes janë komplet ndryshe, të shëndetshëm. Patjetër. Dhe ka të tjerë të cilët e pranojnë ashtu, qëndrojnë dhe kanë ato pasojat e veta. Ka dhe histori që familja vërtet ishte nga ato familje që të mbajnë poshtë, familje toksike, dhe pastaj kanë gjetur një super familje tek një shoqëri apo dhe tek partneri. Domethënë që e kanë balancuar ato. Zgjedhin gjërat, mund t'i zgjedhësh. Mënyra se si ti e ndërton veten jashtë familjes tregon ajo që ti je. Patjetër nëse i je aq vigjilente dhe i di dinamika që janë të pashëndetshme. Ka persona që lëvizin, thonë, unë jam shumë i qartë që familja ime me jep të këto problematika dhe unë vendosë të largohem. Unë falenderoj shumë Jona dhe me që të kam tu, dua të bëj një thirrje për të gjithë që më shkruajnë shumë veta se duan që të flasim me ty. Është psikologu online, u lodhëm pak duke përgjigjur, se ti dhe Instagramin të nuk e ke shumë aktiv. Edhe unë harroj ndonjëherë dhe dua t'i jap atë të Instagramit, ke një emër po është psikologu online, nëse doni të flisni me Jonën apo me stafin, kolegët e Jonës, që janë të gjithë psikologë të përzgjedhur shumë të mirë siç është Jona, që I love her, I love you. Dashuron profesionin, kjo është e rëndësishme dhe integritetin tënd profesional. Kështu që shkruajnë te psikologu online, se ndonjëherë nuk i hap DM-et dhe pastaj ju ngelin në ajër kështu, se përtoni të ulumtoni vetë apo të e keni edhe këtu ju del në fillim dhe ju del dhe në fund, ju del jo te mua, pra kur del Jona, portreti Jonës, del edhe psikologu online. Marcel, bëj një portret që t'ja, po. Ja, aty do dali psikologu online, adresa ku ju mund të kontaktoni për të folur me Jonën apo me kolegët për çështje që ju keni. Ju falenderoj shumë dhe shihemi në episodin e radhës me një temë, gjithmonë temat janë surprizë, nuk i themi tani, derisa të bëhen se njerëzit ikin e vinë nga ky program.